Në shumë komunitete, shëndeti mendor vazhdon të jetë një temë ndjeshme, edhe sot vizita tek një psikiatër shihet nga disa si një shenjë dobësi ose turpi, duke i bërë pacientët të hezitojnë të kërkojnë ndihmë. Mjekët specialistë nënvizojnë rëndësinë e ndërgjetësimit dhe edukimit për shëndetin mendor, duke treguar se kujdesi për shëndetin mendor është po aq i rëndësishëm sa kujdesi fizik, por shumë njerëz sipas mjekëve nuk duan ta pranojnë këtë fakt. Një shoqëri, një familje dhe një komunitet që ka një problematik të caktuar shëndet mendor, vonë gjithë shoqëria, gjithë familja. Dhe ne shohim çdo ditë këtë rast. Është më rëndësi të evidentojmë që ka pak sensibilizim në përgjithësi nga popullata për këto probleme, ndonë se problemet e shëndetit fizik janë më të kujdesshëm njerëzit për të interesuar, problemet e shëndetit mendor janë gjithmonë të lihen me njanë, shmangen, nuk duhet t'i pranojnë, ndonë se ato ekzistojnë, ndonë se ato avancojnë, që nuk hapin kohë dhe kjo po bën një problem të rëndësishëm dhe që vazhdon të jetë një problem për gjithë shoqërinë. Mjekët insistojnë që edukimi mbi shëndetin mendor të fillojë që në familje, shkolla dhe komunitet, duke krijuar një kulturë ku kërkimi i ndihmës nuk shihet si turp, por si një akt i rëndësishëm i kujdesit personal.